ka student huaj që zgjedhin Shqipërinë në fakt si destinacion dhe ne këtë semestër kemi duke të 60 të tillë në Tiranë, se ka patur edhe në Shkodër, në Elbasan, në Durrës, po Tirana ngelet habi kryesor. Janë më tepër studentë që vinë po themi nga vende nga Europa apo nga vende të tjera, për shembull nuk e di, vende aziatike. Po, neve kemi shumë antar aktiv që janë këtë semestër kemi suedez. Ka një fenomen shumë interesant që vinë shqiptar që faktikisht janë në origjinë nga Shqipëria, të lindur në Amerikë ose në Bashkimin Evropian, dhe nuk kanë qenë ndonjëherë në Shqipëri dhe kthehen në formën e studentëve ndërkombëtar për të njohur me rrënjët, po ka edhe student komplet, domethënë skandinav, spanjoll ka shumë, ka një interesim shumë të madh të studentëve spanjoll për zgjedhur Shqipërinë si destinacion, qoftë për internship apo periudha të shkurtra studimi dhe trajnimi. Dhe kjo në fakt na bën ne më të përgjegjshëm si organizat që të ofrojmë një pasqyrë më të plotë të Shqipërisë tek këta studentë në sensin e potencialit të zhvillimit që ata kanë, duke ditur që oferta akademike nuk është në nivelet më të mira apo e krahasueshme me ofertën në vendet skandinave për shembull, por ne mund t'i ofrojmë atyre përvojën sociale, përvojën kulturore dhe përvojën e praktikave të vogla, trajnimeve apo dhe për shembull ne i japim shumë vizibilitet në media fal kontakteve që kemi dhe është një përvojë që ai student nuk është se mund ta marrë lehtësisht këtë akses që kemi ne si treg i vogël në media për gjëra pak më luksi.